Atëherë dashur, kam sot në studio të ftuar zotin Adem Ymeri, i cili është organizatori dhe drejtori i festivalit Ylberi. Festivali Ylberi vetë se ka hapur konkursin për pranimin e këngëve për këtë edicion, më thonë për si vjet, dhe është i hapur deri më datë 15 maj. Për të kuptuar më tepër mbi, domethënë konkursin dhe gjithçka që duhet të dini apo dhe vetë festivalin, kam sot domethënë vetë siç e si ka drejtorin të ftuar sot, se cilin kam shumë nderë dhe kënaqësi që kam sot në studio. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për respekt, edhe shpresoj që bashkëpunimi im ka me qenë deri ekziston e festivali. Drejtor, festivali do na mbahet në tetor, por gjithsesi konkursi vetë është hapur dhe vazhdon deri me datë 15 apo jo? Po, sigurisht opinionin intereson e prindërit, fëmijët dhe ju mediumet, për çfarë pse shpesh si në vit ne bëjmë konkursin e shpallim në këtë kohë, që mundet e pas për shembull pas vere atje, se në tetor, fund tetorit ose nëse fillimi i nëntorit festivali është. Ne për atë provoj që kemi festivali tash e mbush 27 vjet, kësaj radhe, edhe kemi ati shumë provoj që kuptuam që më mirë është e më herët, për arsye se kemi me pas kohë shumë për përmesime ose për do plotësimet e këngët të cilat kanë hinë me thënë një lloj finale, por për arsye do lëshime të vogla profesionale ose tekstuale ose profesionale po edhe teoretike, ne kemi mjaft kohë për të ndikojmë te ato autor që ti plotëson ato kritere deri në fund. Cilat do thoje janë këto përmirësimet apo lëshimet të vogla ndoshta që më ndodhen? Po, veçanërisht autorët nuk e kuptoj edhe ndonjëherë se ata e dërgojnë kompozimin pa vokalo përcjellës, do të pa grupin vokal, i cili është domosdoshëm për arsye se festivali i ka një 50 fëmijë të cilët janë në kor. Ato fëmijë të gjithë ne s'kemi kushtet në për këto studio të këndojnë të gjithë, por shumë pak ato i zgjedhim një 5, 6, 7 fëmijë të cilët këndojnë refrenat zanin e ditës, zanin e tretë. Shpesh po ndodhet këngët bukura na vinë në konkurrencë, edhe ne shohim që nuk e kanë plotësu atë kriter refrenin e këngës, por ato ne insistojmë pastaj nëse është kënga e vlerëshme, i plotëson ato kriter tjera, tekstuale me këndimin bukur, do të ati ka plotësu, ne vetëm atëre ndikojmë të autori që ti plotëson ato. Nëse s'ka mundësi ti plotëson aji, faktikisht ne pastaj i plotësojmë me korin tonë, me grupin tonë. Po, që themi kriteret apo karakteristika që duhet të kenë këngët, pasi e kemi akoma edhe konkursin e hapur, për këdo që dëshiron të jetë pjesë e këtij edicioni, më thonë 27 vite me radhë festivali Ylberi, çfarë duhet të dim? Do të thotë nuk është kjo të parin ere, se jo vetëm festivali Ylberi, ne kemi festivalit njohur si Shkodra 63 vjetë, në çdo konkurs kur del kërkohet që teksti me qenë i përshtatur tekstualisht për shembull, tekstualisht për botën e fëmijëve dhe për moshën e fëmijës. Kemi pas raste që gabojnë do autor pse nuk i kuptoj asun, për shembull fëmija mosh 7 vjeçare këndon për shembull për dashuri ndaj palës tjetër. Dashuri romantike. Ama fëmija çka din, ai din dashurinë për nanën, për natirën, për babën, për vllahun, për motrën, kështu që i bëjnë do njëra lëshime kur është tempitje moshë. Ose për shembull japin vajzës e cila ka 13 vjet me këndu për lepurin ose për që ajo moj ka harru e kuklat edhe ato. Kështu janë ato tekstualisht problemet. Kurse në muzikë, në melodi njësoj duhet me qenë përshtatshme për fëmijën, për moshën e fëmijës. Mos t'i japin këngën fëmijë e vogël, nuk është ndashta tepër e talentuar, mesatarisht i japin, e maltretojnë faktikisht që fëmija me bë një lloj në jazz me këndu, kur fëmija nuk e ka mundësi me këndu në jazz. To janë pak edhe lëshimet në melodi.
Pastaj ka ati lidhe me harmoni, që mos me qenë kënga monotone në melodi, në këndim, këtë laramani pak. Ne këtu atëre ndikojmë faktikisht nëse ka plotësu mjaft kriterin, atëre pak ndihmojmë në sugjerime, përmesime, kështu me radhë. Të janë të kushtet për pastaj duhet kënga me qenë edhe jo e përfatësuar dikund, mos me këndu në për mediume. Tjetë material i ri, do të pa tjetër, papërsëritur. Papërsëritur, asë njëre, se ka pas raste që kemi qenë me thanë, me thojza, mashtrum, se s'kemi ditë që është përdorë dikun në Kosovë dhe një festival ose edhe, por ka qenë vonë për shemë. Njërë, disë herë në ka ndonë në karierën tonë e festivalit. Kështu që tjetër soundi, kur është e pitje soundi njësoj, duhet me qenë t'igullushëm, ka ti pak të teknika që duhet vërtet me qenë e kujdeshme që kur dërzojnë që me qenë në nivel atë lartë teknikisht me ngjyrat e instrumenteve. Shumë ka lidhen me profesionin këtu në studio që shënqezojnë. Por nuk janë shumë, shpesh, këto në kemi shpesh të probleme, nga pak do njëre për qitet, do një problem. Ku duhet dërguar materiali dhe në çfarë formati? Materialet në konkurs kemi shpall atje, kemi shkruaj që duhet të dërgohen në email ose në CD. Adresa ekziston, emaili ekziston, telefoni ekziston, kështu që mundën, normal, kush konkuron, mundet të direkt në email të dërgon, mundet në CD, mundet në telefon të kuptojme të vinë të dërgojnë direkt këtu edhe kështu janë. Vlen të thekët që festivali Ylberi është festival mbarkombëtar, apo jo, dihet kjo, po që ta përsërisim, ta kemi parasysh do të thonë, pranojmë materiale edhe nga jashta Maqedonisë. Do të thotë ne kemi pas se vitin e kaluar prej Suedis, prej më herët prej Turqie, prej nëse më tekët e shtetet tjera, faktisht, përveç asaj, ne kryesore kemi Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë, veçanërisht Maqedoninë, pse këtu është ajo pojenta që ne ma shumë t'i kemi, edhe këtu është interesi ma i madh. Neve na gëzon që viteve fundit nuk ka nevojë të ndikojmë nëpërmjet njoftësisë kompozitor të njohur Shqipërisë ose Kosovës, vetë prindërit po paraqiten se 27 vjetë njohin festivalin, se edhe televizioni 21 sponsor ka qenë medial kryesor, kështu që janë në dieni shumë, por dikush ma vonë se ma herët kupton, për fat keq se dikush shumë vonë kupton. Sa këngë do i kemi, le të themi, në këtë edicione? Kemi planifikuar sa do pak numrin e saktuar? Është shumë normal me qenë maksimum deri në 16 këngë. Por ne për hir të plotësimit prindërve dhe fëmijëve, veçanërisht në Maqedonisë, pranojmë edhe më shumë, kemi pranuar vitin e kaluar 23 këngë, jo vetëm që kemi pranuar, po i kemi refuzuar mjaft këngë. A 23 kanë qenë konkurrentët përfaqësuesit e këngëve në festival Ylberi. Por unë po them, te ne shumë po vonohen njerëzit. Tash kur do të konkurrojnë, shpresoj që kemi me mush numrin sigurisht 25-30 këngë do të vinë, por është puna nëse janë kualitative, ne i zgjedhmi aty 16-17, maksimum deri 18 do t'i pranojmë. Ky numër pse? Që mos kaloj le të themi në monotoni apo mbahet ajo energjia e festivalit, ai ritmi? Do të thotë se ne në festival nuk i kemi vetëm festival, por është një lloj spektakël. Ku i kemi vallëzimin, ku i kemi këto bashkëpunim me shkollën fillore, shkollën e mesme artit Ilian Nikolovski Luj, të cila përfaqëson edhe hap festivalin, përveç kori që e hap me himnin e festivalit. Ata me pjesët më të bukura që janë baletit klasik, baleti artistik klasik, e hapin edhe një pikë, eventualisht di, janë në tanë festival do të dalin. Përveç asaj, ata edhe do kënga, me thonë 3-4 kënga, i bashkangjiten grupet më të vogla, ato e faktikisht profesionistët. Duhet të them që ati minutazhe, për shembull 3-7 minute, 20 minute vetëm baletat e kemi. Pastaj në fund shpesh kemi pas 90% çdo herë kemi pas e kohës
përfaqësuesit e shoqatave kulturore artistike, di pika në fund për disponim, përveç gjuhës që këndohet në gjuhën tonë, të janë në fund të verifikohet me vallet, me... Të vullosët e një Po, një loj, po, ashtu është, dhe për hir të kohës, për ato ne nuk kemi dëshirë t'i pranojmë më shumë. Edhe vërtet dele në një loj monotoni. Ekziston një tjetër problem. Pa marrë pasi që sa vite ne festivalet kemi këtu, përveç Ilberi kemi pas më herët me ju, me TV Era, festivalin Bibliat këndojnë, kur kam qenë udhëheqës artistik atëre, disa vite, po provojmë diqesh mentaliteti ki i jonë që është të ndryshohet pak për kulturë kur flasim. Para mendoni në festivalin e Shkodrës fëmijëve, atje bajnë 2 gjysmë finale, 2 ditë, edhe 3 ditë finalja. Dhe populli, faktisht prindërit, fëmijët, të gjithë ato, nga 3 orë rinë edhe nuk lëvizin prej ati vendit të shiqojnë festival. Kurse ne nuk kemi ashtu. Te ne nuk kanë durim. Te ne vetëm kur kam baru do njerë edhe shofis që fëmit i marin edhe mi largu, të largohen faktikisht për asje se janë lotë të shiku. Nuk kemi ende atë, nuk pranohet ala kjo te ne. Nuk kanë durim deri në fund të adoroj. Se në jenën vjetë është. Kur është në jenën vjetë, faktikisht pa tjetër duhesh të adorojsh deri në fund se vërtet është diçka bukur. Fundja fundit edhe respektin për fëmijët e tjerë, për artistat e tjerë, artistat e vegjël, për gjitha pikat dhe mundin që është shpalosur për atë festival. Unë çdo herë faleminderoj prindërve, normal fëmijëve, prindërve se ata janë ato që ndihmojnë dhe mbajnë festivalin. Se ata edhe investojnë për fëmijët e vetë. Kurse ne sponsorët Ministrinë e Kulturës kemi qytetin si kemi pas 4-5 vjetë, kemi pas probleme qytetin e Shkupit, Serala ende nuk dimi, komune Qerit njësoj disa vite, 4-5 vite, me dhe më shumë, nuk le ka përkra. Nuk le ka përkra që është fatë keq, edhe faktikisht prindërit janë ato që në ndihmojnë, në mënyrë për fëmijën e vetë investon, e kështu me radhë. Edhe për ato çdo herë njëre përshëndes prindërit, të cilët kanë interes, se ne s'kemi shumë kulturë, ngjarje kulturore në Maqedoni. Sidomos për fëmijë. Po, sidomos për fëmijë, edhe kjo është një më respektuar në Ballkan, si ne bashkëpunojmë me lloje festivale, Bullgari, Turqi, Kosovë në festivalet të ndryshme në Shqipëri, me festivalin Shkodrës. Jemi si vllazëruar. Përveç asaj, ne edhe me Zlatën Stareqi, që është kjo biljard Maqedonas, jemi, si me thonë, si në qeveri këto që janë bashkangjitë në politikë, ne në kulturë ndihmojmë njëri tjetrit. Se janë ato veçantë, ai festivali në gjukën tonë. Këngët besoj vetëm ka nisur të vinë, sa do pak keni pranuar materiale. Thamë që po ashtu bëjmë edhe lëshime sepse na vinë edhe pas afatit që përfundon apo jo. Sa bëjmë lëshime në këtë aspekt? Edhe pse? Më interesant është të them pse. Për arsye se ne nuk e dimi për startit sa lejnë ato këngë që do dërgojnë. Edhe kur dëgjojnë komision, ne 3-4 aty, ne dëgjojmë një nga një, shohim çka vlen, çka s'vlen, edhe mundet e 30-35 këngë të vinë, po prej ato 35 këngë ndoshta vlen vetëm 12. Që e plotësojnë atë kriterin tonë për festivalin Ilberi. Atëherë ne jemi detyruar, edhe kemi kohë, si ju tregon, kemi kohë që t'i plotësojmë ato. Jo që i refuzojmë ato këngët me qëllim diçka, pa qëllim vetëm për shkak të hir të kvalitetit vlerës. Edhe japin shanse dhe disave ati që të përmesojnë se do të pranohet. Se ati nuk ka tjetër interes. Interesi është vetëm kualitativ, vlerave. Të mbati nivel artistik. Të mbati niveli. Ne vetëm jam i sigur për nivel që janë autorë të mire dhe Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë. Po, ne kemi ato rezervat për hir të vlerës festivalit. Për fat keq, finansat janë çdo herë problem. Unë nuk kam dëshirë shumë të fol për finanse, se për me nisë me tregu për finanse dhe bisedojnë, duhet faktikisht vetëm me kritiku. Shumica e komunitetit kulturor artistike ka këtë problem. Problemi kryesor janë financat. Garanti kanë. Mandej,
partijekisht të fëmijët nuk janë lidhur, as unë s'jam lidhur. Unë jam për tonë, maksimal, s'kam për kohë për tonë, për shqiptar, ama është e puna që nuk i kuptoj si se kuptojnë ana tjetër. Ato që në përfatsojnë për këto ministrit, ato duhen pa tjetër të mendojnë, jo vetëm për festivalin Ylberi, por për fëmija, po, edhe për tjerat ngjarjet kulturore. Por disa ngjarjet kulturore që ekzistojnë, shoqatet, kulturistike, këtë atë gjejnë kanalet. Gjejnë kanalet se janë fut në për partia, po në për këshillat e tjera. Kurse unë vazhdoj ashtu se jam profesionist, arsimtari i muzikës, kam mbaru karrierën time prej moshës, sa me thanë ati prej klasë ditë e tretë, unë kam këndu kësi fëmi, e kam deshtë muzikën, e kam vazhdu. Faktisht, unë edhe kam e shku me muzikë në atë botën tjetër, me muzikë, se edhe kënaqen, gëzojmë që e kam zgjedhat rrugë. Kemi ndoshta diçka qoftë risi, ose tashmë të planifikuar, apo dhe vetë juria, diçka që do mund të na zbulosh për edicionin e si vjetshëm të Ylberit? Çdo herë ne në fundi i lejmë fëmijët që të gëzohen për kush do të fiton, ne edhe kjo është prap diskrecion që s'mundem ati shumë e folë. Risi ende nuk e kemi nisë me planifiku si ka kohë shumë. Shumë kohë ka, vera është të përshojmi pak as tje, to që ka pranohen që ti analizojmë, planifikojmë i tjera, kur vjen shtatori, atëre shumë, atëre jemi mas serios, shtatorin e tetorin, di muaj, shumë serios, edhe fundi i gushtit atje pak. Kështu që kemi e pas garant. Në momentalisht vërtet nuk mundem të tregoj do një befasi, se vërtet është, vërtet s'kam për lëvizmi, do shkojmë në për do festival, do shkojmë edhe në Shkodër, do shkoj Tirana. Muam fakti që Elbasani, prindrit lajmëron për Shqipërisë, kjo më pëlqen. Se ma herët të deshtu të bashkëpunoj vetëm me kompozitorët. Ata është vetë direkt prindrit? Vetë, ja i ka bisedu me kompozitorë atje, ka interesu për me qenë pjesëmarrës fëmija e atje, dhe tash ka njësë vetë lajmëron në telefon, si mu, dhe kur të dërgojmë, qishtë të dërgojmë prej kompozitorë, tik. Mua më pëlqene, Korça shpes tash në kohën e fundit, po paraqitët Shkodrës, as pak nuk kemi problem, por ne nuk mundemi t'i pranojmë shumë për atje. Unë e do prej Maqedonisë të kemi ne. Kemi numër të kuvizuar për shqiptarë, dhe më thonë, jashtë Maqedonisë? Pa tjetër, për arsye se tu e kemi fluksin e. Sa paka shumë i pranojmë? Unë vitin e kaluar kemi pranu 3 ka nga Shqipërisë, eventualisht 4 të mos ka qenë, Kosovës vetëm 1. Për arsye se nuk ka pasë, 23 ka nga kemi pasë. Edhe kemi pranu ato që e tregu matë si rezervë që ka qenë, së mundesh kanga e bukur, prindëri lutë, ose e dini, ne po shqiqojmë ose pas lëshime ati. Por nuk është, nëse kanga qaq vlene, kështë edhe lejmërot prej Shkodre, kështu e kam dërgu, dashtë e kam vanu 5 ditë ose 15 ditë ose 1 muaj maksimum, se edhe këto që janë ata do t'i përmesaj për 1 muaj, për shemë japë një fatë, kemi kohë. Shumë paka shumë aty në mërë të njëjtën kohë. Pa unë mendoj ka të gjitha do të rumbullaksot pranimi maj, apo 15 mbaron, 15 maj, mendoj edhe 1 muaj kemi pas luftë ashtu që të rumbullaksojmë për hir të kvalitetit dhe rregullave tjera. Ndoshta na duhet edhe neve një model i tillë me 2 gjysmë finale dhe një finale të madhe. Për ne kemi pas, ju se disa e dini, me dimishës. Ne kemi pas dimjeteshës, kemi filluar festivalin të zhvillojmë se aq fluks ka qenë, aq interes ka qenë nga Maqedonia veçanërisht, që Kosova, kur them se kanë pas ato problemet të tëre pas luftës e kështu, besoni që 50% Kosovës kanë qenë 50% nga. Për ato kemi pas di festivali, prej moshës Nant, e shumë kohë kemi ba 20 vite, tash që viti 7 që i kanë dërpe 6, prej 2020-ës, nuk kemi pas mundësi as financiare, as të punojmi për të kemi di festival. I njëti festival për më moshën deri 9 vjetë dhe prej 9 deri 14 vjetë. Nuk kemi, e lanë me thonë se nuk kemi as fuqi, as kohë për të bëjmë di festivale pa përkrahje financiare në nivel ashtu duhur që i duhur. Edhe u dorëzum, që 5 vite, 6 vite u dorëzum, edhe shumë ma qetë, ma lehtë kemi, por
kemi probleme që s'mundej ma shumë i pranu deri 20 apo 18 tuja. Atëre ka 23, 5, 26, 7 kënga kemi pas, për dim rame. Gjithsesi, festivali vazhdon të ngelet një sukses, edhe vetë numri i konkurrentëve tregon, domethënë dëshmon këtë gjë. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe mundësi të jeni sot me ne, vërtet shumë kënaqësi si gjithmonë që ju kisha sot në studio, edhe suksese konkurrentëve dhe juve dhe gjithë festivalit të tjerë. Shumë faleminderit për ftesë. Ka kohë prapë ne do të jemi musafir sigurisht këtu edhe do t'i njoftojmë opinionin këtu. Shumë faleminderit, përshëndes fëmijët e prindërit e tjerë. I përshëndesim dhe ne dhe mos harroni deri më datë 15 maj, domethënë konkursi për pranimin e materialeve të festivalit Ylberi ngelet i hapur. Kështu që me kaq që përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pazitë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të premten në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.